Ekseth kryqëzohet nga Kongresi, lufta me Iranin ka kushtuar $25 miliard. Lufta e Iranit i ka kushtuar tashmë Pentagonit $25 miliard. Kështu ka bërë me dije një zyrtar i lartë i Departamentit të Mbrojtjes, duke dhënë çmimin e parë zyrtar për një fushatë ushtarake amerikane me pak mbështetje publike që ka zgjatur 2 muaj. Kontrollin në detyrë i Pentagonit, Zyrës Hars dha shifrën gjatë një seance dëgjimore të Komitetit Shërbimeve të Armatosura domos përfaqësuesve, së bashku me sekretarin e luftës Pete Hegseth dhe kryetarin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura generalin Dan Kane. Mbi buxhetin e departamentit është shifra më specifike që administrata Trump i ka bashkangjitur një përpjekje që pavarësisht një armpushimi të kohëve të fundit nuk ka një fund të qartë. Ende nuk kemi marrë nga Pentagoni kostot e luftës, pra vetëm për sqarim do të donin ta merrim sa më shpejt të jetë e mundur. Sigurisht që municionet e shpenzuar, po gjithashtu është raportuar pak se kemi pasur sasi të konsiderueshme pajisje shkatëruara, duke përfshirë 2 Si-130 të shpëtimin e pilotëve të rrëzuar. Pra, a kemi një vlerësim të kostos që do na vijë së shpejti apo një kërkesë specifike shtesë, tha Adam Smith. Faleminderit për këtë pyetje, pra afërsisht deri sot e kësaj dite operacioni rreth $25 miliard për Epic Fury janë shpenzuar. Pjesa më e madhe e kësaj sume është në municione, ka një pjesë të madhe sigurisht që është funksionimi dhe mirëmbajtja e zëvendësimi i pajisjeve. Ne do të formulojmë një plan plotësues përmes shtëpisë së bardhë që do t'i paraqitet Kongresit sapo të kemi një vlerësim të plotë të kostos konfliktit, u përgjigj Hearst. Por kjo shifër është shumë poshtë vlerësimeve të jashtme, duke pasur parasysh ritmin e lartë operacioneve ajrore dhe detare dhe kostot për të rimbushur mbrojtjen ajrore të shtrenjtë. Gjithashtu kjo shifër është zbehur nga raportet se administrata mund të kërkojë $100 miliarda për të mbuluar fushatën në lidhjen e mesme. Pentagoni pritet paraqesë së shpejti një kërkesë shtesë për financim. Hearst u tha ligjvënëse se administrata do ta bëjë atë sapo të kemi një vlerësim të plotë të kostos së konfliktit. Pete Hegseth goditi paraprakisht skeptikët e luftës. Presidenti Trump ka qenë i qartë që nga qasja e Qazim Sulejmanit, komandantit ushtarak iranian, Qazim Sulejmani, deri te drejtja nga marrëveshja me Iranin, Midnight Hammer, dhe tani në këtë përpjekje për të kuptuar se si duhet të shikosh me mendje këtë lloj armiku që është vendosur të pajiset me armë përtamore dhe ta çosh në atë pikë ku të jetë një trujes duke hequr dorë prej asaj në mënyrë të tillë. Smith tha, wow, po i marr kohën për një sekond këtu. U desh ta fillonim këtë luftë, e thatë vetëm 50 ditë më parë, sepse arma bërthamore është një kërcënim i afërt. Ata nuk kishin hequr dorë nga ambicet e tyre bërthamore dhe kishin një mburoj konvencionale prej mirash, u përket Hegseth. Sa kaq komanda qendrore e Shtetit të Bashkuara thotë se ka përgatitur një plan për një valë sulmesh të shkurtra dhe të fuqishme kundër Iranit me shpresën për të thyer ngërçin në negociata.